Referuar të dhënave për veprën penale të dhunës në familje, parashikuar nga aneksi 130A i Kodit Penal, ka një tendencë rritje për vitin 2025, janë regjistruar 1683 procedime me 1089 pandehur, ose me një rritje prej 1,63% të procedimeve dhe ulje 12% të pandehurve të regjistruar krahasuar me 2024. Janë dërguar për gjykim 1168 procedime me 1246 pandehur, me një rritje 3,91% të procedimeve dhe rritje 4,36% të pandehurve dërguar për gjykim krahasuar me një vit më parë. Efektiviteti i ndjekjes penale në kryerjen e hetimeve dhe ndjekjen për veprën penale të dhunës në familje në 2025 është i lartë, ku evidentohet se kemi një rritje prej 3,91% të procedimeve të dërguara për gjykim krahasuar me një vit më parë, ndërkohë që dhe raporti çështjeve dërguara në gjyq është shumë i lartë se ai të pushuarave, kemi është 80% me 20% pothuajse. Lidhur me ashpërsimin e politikës penale për këtë vepër, të dhënat evidentojnë se kërkesat e prokurorit lidhur me masat e sigurimit personal që kanë kryer këtë vepër janë të ashpra, 91% e kërkesave për masa sigurimi janë me arrest, që përbën një rritje në krahasim me 2024, ku niveli ka qenë diku te 88,86%. Sa i përket caktimit dënimit për të pandehurit e akuzuar për këtë vepër, rezultojnë se 62,45% e kërkesave janë për caktimin e dënimit me burg dhe 37,55% e kërkesave janë për caktimin e alternative të dënimit me burg.